Përshëndetje të nderuar nxënës, po fillojmë orën e dytë, lënda matematik, klasa e 9. Tema: grafiku i funksionit ax plus by barazi me c. Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore. Nxënësi duhet ndërtoj grafikun e funksionit ax plus by barazi me c. Kujtojmë së bashku, çfarë quajmë funksion? Po grafik i funksionit, çfarë paraqet ekuacioni vijës x barazi me 2 ose y barazi me 3? Çfarë quajmë funksion? Funksioni është një lidhje ndërmjet dy bashkësive ku çdo element i bashkësisë fillimit ose bashkësisë së përcaktimit lidhet ose shoqërohet me një dhe vetëm një element bashkësisë së mbarimit ose të vlerave të funksionit. Po grafiku i funksionit. Grafiku i funksionit numerik f në planin koordinativ x o y quhet bashkësia të gjitha pikave që kanë si abscisa fytyrat, kurse si ordinata vlerat përgjegjëse të funksionit. Po ekuacioni vijës x barazi me 2 ose y barazi me 3, çfarë paraqet? Paraqet një vijë të gjitha pikat e secilës se kanë koordinatën e parë 2. Pra, abscisën 2, që do të thotë pika m me koordinata 2, 0, 2, minus 1, 2, minus 3, 2, 3, janë gjitha pikat të kësaj vije ose të kësaj drejtëse. Po ekuacioni y barazi me 3, çfarë paraqet? Paraqet një vijë pikat të secilës se kanë ordinatën 3, pra koordinatën e dytë, sepse kemi thënë çdo pikë në planin koordinativ paraqitet me dy koordinata, x, y. Të gjitha pikat e kësaj vije ose të kësaj drejtëse e kanë y-in të barabartë me 3. Si veprojmë për të ndërtuar grafikun e funksionit? Në trajt të përgjithshme, ax plus by barazi me c. Dhe në trajtën konkrete të ndërtojmë grafikun e funksionit 3x plus 4y barazi me 12. Për të ndërtuar grafikun e këtij funksioni, i cili është një drejtës, ne kemi thënë duhet gjejmë dy pika. Do të gjejmë dy pika ku grafiku pret boshtet koordinative. Për këtë, i japim vlerën e x-it 0 dhe gjejmë y-in. Pra, konkretisht 3 herë 0 plus 4y barazi me 12. 4y barazi me 12, y barazi me 12 përmbi 4. Prej këtu rrjedh y barazi me 3. Pra do të thotë, gjetëm pikën ku grafiku pret boshtin OY, pikën me koordinata 0, 3. Gjejmë pikën ku grafiku pret boshtin OX. I japim vlerën y-it 0 dhe gjejmë x-in. Dhe konkretisht, 3x plus 4 herë 0 barazi me 12. Ekuacioni një vlerëshëm të parën është 3x barazi me 12, x barazi me 12 përmbi 3. Prej këtu rrjedh x barazi me 4. Në këtë mënyrë gjetëm edhe pikën tjetër ku grafiku pret boshtin OX, në pikën me koordinata 4, 0. Ndërtojmë tabelën. Tabela do përmbajë dy rreshta. Në rreshtin e parë do të ketë elementet e bashkësisë së fillimit ose bashkësisë së përcaktimit. Në rreshtin e dytë do të ketë elementet y ose elementet e vlerave të funksionit. Ne thamë, i japim vlerën e x-it 0 dhe gjejmë y-in, dhe faktikisht e gjetëm pak më parë, y-in 3. I japim vlerën y-it 0 dhe gjejmë x-in, dhe e gjetëm x-in 4. Pra gjetëm të dy pikat ku grafiku pret boshtet koordinative. Tani ndërtojmë grafikun e këtij funksioni. Të dy pika që gjetëm i hedhim në planin koordinativ. Pika me koordinata 0, 3. Është pika që ndodhet në boshtin e ordinatave. Pika që ndodhet këtu. Pika me koordinata 4, 0, ose pika që pret boshtin e abscisave. Është pika 4, 0. I bashkojmë të dy pika dhe morëm drejtësen 3x plus 4y barazi me 12. Shembull i zgjidhur. Ndërtoni grafikun e funksionit 3x minus 7y barazi me 21. Si në rastin e parë, për të ndërtuar grafikun e këtij funksioni na duhet të gjejmë dy pika, të cilat janë pikat ku grafiku pret boshtet koordinative. Për këtë ndërtojmë tabelën. I japim vlerën e x-it 0 dhe gjejmë y-in. Pra, duke zëvendësuar në vend x-it 0, marrim minus 7y barazi me 21, y-i barazi me 21 përmbi minus 7, y-i barazi me minus 3.
Pra, pika ku grafiku për të boshtin OY është pika me koordinata 0, -3. E hedhin këtë pikë në planin koordinativ. Pika me koordinata 0, -3 është pikë e boshtit të ordinatave. Dë gjejmë pikën tjetër. Pikën tjetër e gjejmë duke i dhënë vlerën y 0, duke zëvendësuar në vend të y 0 tek ekuacioni dhe zgjidhim ekuacionin. 3x i barazi me 21. X i barazi me 21 përmbi 3x i barazi me 7. Gjetëm pikën tjetër ku grafiku për të boshtin OX. Pra, pika me koordinatat 0, -3 ishte pika ku grafiku për të boshtin OY. Pika me koordinata 7, 0 është pika ku grafiku për të boshtin OX. I bashkojmë këto dy pika dhe ky është grafiku i funksionit 3x - 7y barazi me 21. A është pika me koordinata 1 pikë e këtij grafiku? Jo, pse? Sepse vendosim në vend të x-it 1 dhe vend të y-it 1. 3 herë 1, 3, minus 7 herë 1, 7, 3 minus 7, baraz me 21, minus 4, baraz me 21. Pra nuk është e vërtet. Pikat që janë pikat të këtij grafiku e vërtetojnë ekuacionin e këtij funksioni. Pra, në vend të x-it vendosi 7, në vend të y-it 0, 3 herë 7, 21, minus 0, barazi me 21. Nga ekuacion kthehet në barazim numerik vërtet. Pra të gjitha pikat që ndodhen në këtë drejtës e vërtetojnë ekuacionin e kësaj drejtëse. Ushtrimi 1 në faqen 266 dhe ushtrimi 2 në faqen 267 janë për punë të pavarur. Gjithashtu do punoni fletën e punës faqen përkatëse. Do të punoni ushtrimet me arsyetim të testit 1 të provimit lirimit. Ju lutem bëhuni pjesë mësimit gjithë. Faleminderit.